pas pak, por fillimisht ju uroj mirë së ardhje Blerim Burjani që ka qenë antuari KQZ, sot është analist politik dhe bashkë do të analizojmë pak rezultatin në këto komuna që ka përfunduar, do të shohim a i kemi janë dhe bastionët, si që ndrojnë partit politike karshi komunave ku i udheqin, krejt këto i flasim bashkë. Faleminderit që jeni me ne. Faleminderit edhe për ftesën, Raimond. Fillimisht, vlerësoni që çdo gjë po shkon mirë, numërimi po shkon mirë, po e shohim që ka qenë një ditë e zgjedhjeve e qetë. Po natyrisht që mund të vlerësojmë si procesi i domoni suksesshëm i zgjedhjeve dhe çdo gjë ka shkuar ashtu si duhet, me pak telashe teknike, me pak mangësi të tëra, me disa probleme shumë të vogla, mirë, por megjithatë mund të themi apo të vlerësojmë se zgjedhjet ishin të lira, me vullnet të lirë të plot demokratik për qytetarët e Kosovës, edhe jashtë nuk ka pasur në fare incidenti në për ambasada apo në gjëra të tjera. Do t'ju përkujtojmë të gjithëve se vota me pos është një votë e veçantë, e paraparë sipas ligjit është ma vështirë me... A ndryshon ajo këtë rezultat? Me njerë veç një të thamë disa fjallë, është domon ma vështirë me verifikue, pra ndaj mund të ketë ma shumë vota të cilet mund të janë të dëmtume, apo nuk i plotësojnë standardet për të vlerësu si pozitive, si vota, pra mënyra e votimit mund të jetë të dështume, ose mënyra e paketimit, ose se o bo kretë këtim. Natyrisht që tashti KQZ-ja e bën seleksionimin e këtyre flet votimeve, e ndonë në grupe, në dy grupe domondët, shihet cilat janë pozitive, cilat janë negative, cilat janë ato cilat nuk shkojnë në numërim dhe cilat duhet të shkojnë në numërim, dhe votat e ambasadave po ashtu do të verifikohen dhe në ratë por konfirmohen pastaj tek të numërohen. Pra jemi në çit proces, në çit procedurë, derisa sa përket pyetjes çfarë është ajo. A ndryshon vota e diasporës këtë rezultat dhe tek kush më shumë, tek kush më pak? Unë mendoj që natyrisht që do të ndryshoj, tash mvaret krejt sa do të jetë kredibiliteti apo vlefshmëria votës së diasporës, e votave me postë dhe votave të ambasadës, votave me kusht dhe votave të persona me asit kufizume, por gjitha këto e kanë rolin e vetë të rëndësishëm në rezultatin përfundimtar dhe besoj që do të ndryshojnë. Natyrisht në këtë rezultat preliminar do ta ndryshojnë. Për atë arsye edhe quhet rezultat preliminar, sepse nuk është përfundimtar, sepse duhet të numërohen të gjitha votat dhe duhet shihet validiteti plot i procesit, validiteti plot votave dhe pastaj në fund të shpallën rezultatet, domethënë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve apo certifikohen përfundimisht. Pra natyrisht do të ndryshojë në presë në më shumë diçka të ndryshojë 4 deri në 6%. Domethënë këtë rezultatin preliminar, po të shohim se cila parti apo cili subjekt politik do të jetë, domethënë do të primë votat e diasporës, edhe pse tashti paka shumë po dije që mund të ndodhë që pra vetëvendosje të ketë numër më të madh të votave nga diaspora. Por të shohim krejt se si do të jetë ky proces i numërimit të votave, ata vlerësojnë si VV se mund të fitojnë dikon 3% të votave minimum dhe e vlerësojnë se do të mbërrin dikon 26-27% në rezultatin përfundimtar të tyre, do mund kur edhe pritet të certifikohet ky rezultat sipas tyre, ndërsa subjekte tjera natyrisht do të fitojnë. Mendoj që vetëvendosje LDK dhe PDK pastaj në fund të aleancë të këto subjekte që kanë me fitu vota nga diaspora dhe normal që rezultati mund të luajë. Natyrisht në në përgjithësi, në momentin që është ky dallim, që kemi vetëvendosjen që prinë në shumicën prej komunave, por dua të flasim pak për bastionet, sepse ne i kemi në Kosovë bastionet dhe jo vetëm kur kemi zgjedhje lokale, edhe në nacionale ato vrehen shumë. Do të shkojmë të i shohim, për shembull, ku mund të mos e kemi vetëvendosjen të parën, kam këtu Drenasin, ja e kemi PDK-n që prinë 75%. Pra dhe diferenca është shumë e madhe me të dytin që në këtë rast është vetëvendosje. Po ashtu nëse mund të themi LDK ka pasur Prishtinën bastion dikur, shohim Gjakovën, vetëvendosje është e para, sepse kemi Zotrin Gjini kryetar komunë që ishte në listë, pra ka një dallim të madh. Ndoshta mund të shohim, ja kemi këtu Istogun, e ruan LDK-ja. Si komentoni këto për shembull Drenasin dhe Istogun që këto parti pavarësisht asaj në nivel qendror, në Istog dallimi qenë ka i vogël, por në Drenas dallimi ishte shumë i madh mes PDK-s dhe të dytës që ishte vetëvendosja. Ndoshta do ta shikoja këtu edhe Skënderajin, sepse i dim edhe
ja ku e kemi, 78% me 14%. Po, natyrisht, ta shte na i dalojmë si qytetarë shumë edhe si ekspert, do më thonë natyrisht të zgjedhjet, sepse nivelli lokali diçka tjetër, nivelli nacionali diçka tjetër, megjithatë ka rujtjet e bastioneve, edhe pse janë të kufizuar këto bastione, mo të subjekteve politike, PDK normalisht e ka, gjithmonë e ka pas dhe historikisht e ka pas në dy nivellet, në lokale dhe nacionale ka pas bastion vetin Skenderajin dhe Drenasin, apo Glogovcin. Prandaj këto dy komuna gjithmonë kanë qenë votim ka pas masiv për Partinë Demokratike të Kosovës dhe ka fituar dhe të gjithmonë Partia Demokratike e Kosovës me një hapësirë të madhe apo me një distancë jashtëzakonisht të madhe me krahasim me subjekte tjera politike. Dikur e thatë edhe ju, Prishtina ishte LDK si bastion, mo nuk është domosdoshmë është lëvizje vetëvendosje, pastaj Podijeva dikur ishte po ashtu bastion i fuqishëm i Lidhjes Demokratike. Tash po mundem me pa dhe Podijevan. Ja ku e kam këtu. Pri natyrisht vetëvendosja duhet me prija dhe atje, prandaj këto bastionet klasike kanë rrobë me preashtim që PDK ka rujt bastionin si duhet, bastionet e veta, pra po vendet ku ka më shumë vota, këto subjekte tjera pothuajse i kanë hup. Megjithatë, Lidhja Demokratike e Kosovës Istogën e ka mbajtur vazhdimisht, edhe në nivelin lokal edhe në nivelin nacional, pra Istogu mbetet një bastion i fuqishëm i votave për Lidhjen Demokratike të Kosovës, pra ata vazhdimisht kanë votu, dhe thotë, pra Lidhjes Demokratike të Kosovës. Rajmon, çudia më e madhe për mua është se në Prishtinë, për shembull, shumë është pritë ndryshe të jetë, domethënë spaku një rezultat më i mirë i Lidhjes Demokratike të Kosovës, për shkak edhe ndoshta edhe vjosës edhe për shkak të organizimit më të mirë që ka tentuar LDK-ja të bënë e Prishtinë, megjithatë nuk arrit qëllimi, do thotë. Dhe që nga dallimi shumë i madh. Po, fatkeqësisht dallimi është shumë i madh. Deri më tani, sepse kjo përvjet që bastion është, do thotë, lëvizja vetëvendosja në Prishtinë, domosdoshmë qytetarët e Prishtinës. Po pse se fiton Prishtinën atëherë? Kush? Vetëvendosje në nivel lokal. Në nivel lokal është tjetër, këtë tjetër format, tjetër mënyre me të menduarit politik, por na kemi një traditë që dallojmë lokalitetin për qendrës. Në nivelin nacional, qytetarët e Prishtinës mendojnë që politikisht mund performojë më mirë, për shembull Albin Kurti dhe lëvizja vetëvendosje, sepse ka të bëjë me interesa nacionale, kjo është e para. E dyta është se LDK e din që në nivel nacional s'u mund PDK-n, edhe tentativa është me hjek PDK-n pilojës. Unë vazhdimisht kam thonë si ka kësi tentative që PDK-ja mu zvoglu. PDK-ja megjithatë nuk u zvoglu kërkon. Interesant u me që aty ku kon, me vota dhe nuk po dhez kjo fare, me që i kushtimisht kjo, po nuk po shkon kështu, sepse LDK vazhdimisht e ka votu edhe vëvën fatkesish në Prishtinë. Ka shumë numër i madh të simpatizuesve të Lidhjes Demokratike të Kosovës që votojnë për lëvizjen vetëvendosje, dikur ishin krejt në LDK këta. A shohim edhe Pejën, sepse nuk e di si është? Peja shkon me LDK-n me siguri. Jo, në nivelin lokal shkon do të shkon me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Po, njëhet si bastion, është njohur. Si bastion në nivelin lokal dhe sa nivelin nacional. Normal që Rajmond, lëvizja vetëvendosje është subjekti i parë që del fitues në vend dhe normal që gjitha komunat gati merr me preashtim të Skenderajit, Deçanit, Glogovcit dhe Istogut, apo? Dhe ishtu kemi mërit, që do 4 komuna, edhe aty alianca nuk është shafe, do më thonë alianca është... Po, edhe në Junik. është alianca e para, LDK e dyta, VV e treta në Junik. A e shoj Malishevën është PDK e para, sepse kjo çështja e Zotit Limaj. Marrëveshja e Zotit Limaj me Partinë Demokratike Kosovës ka bërë që votat e Malishevës të kalojnë dhe mona kësaj komune të kalojnë të Partia Demokratike Kosovës. Prandaj kjo nuk ka shumë befasina. Mu më duket që këtë është normale, sepse nuk jena ma kësi bastione klasike që shën konë me njerë në vitin 2001, apo 2004 në zgjedhjet nacionale, apo në vitin 2007, në 2010, gati përmensh që kom su këtu, se në atë ku kam qenë shumë aktiv në Komision Qendrore të Zgjedhjeve, di përmensh që ka shku ajo punë, dhe mund bastionet janë konë matë fuqishme, ndërsa sot kanë ra, po thuj se për vitin 2015 në këndej ka ndryshu, sidomos me ardhen e lëvizjes vetëvendosja në pushtet, do më thonë ka ndrua dhe bastionet, pra Prishtina mos ka qenë asnjëherë gati LDK-s në nivel nacional, asnjëherë në nivel lokal. Po, edhe unë mendoj që lëvizja vetëvendosje po bën gabime të mëdha në Prishtinë, sepse ka pas vazhdimisht kandidat që s'vin nga Prishtina, edhe e ka ditë edhe vetë që po hup edhe ka bërë kandidat që vin nga komunat
komunat e tjera, duke e di që Prishtina është pak ma ndryshe se komunat e tjera. Voto ndryshe. Normal, po nuk mund është se këtu do të më konë gollak, lap, është dyqyshe përzime Prishtina edhe me banor, me tardhën, duka gjenë ko ma pak, dhe më thonë që tu krejt është loja, prandaj këtu s'mundet me fitu dikush tjetër në nivelin lokal, mirë, për në nivelin nacional do të edhe këtë farë punën e hupi, dhe më thonë... Këtu e kemi Deçanin, pra kë me gjithat komunat e vogla ose ato që prej ku vjen familja Haradinaj i ruan. Interesant rezultati jo i mirë i PSD-s në Deçan. Dhe e pam që Zotri Gjini është kryetar komune, ka fituar si kryetar komune, do shta për ta vërtetuar këtë që po thonë ju, sepse kemi pasur vetëm një kryetar në garë, që është Zotri Gjini, por pavarësisht që e ka fituar komunën, e ka humbur në nivel nacional. Po, kjo shumë letë spjeguat, pasi që besimin në lokalitet është ma i malë për ato kompetenca që ka pushteti lokali, besojnë ma shumë të vetit, personit që vjen nga ajo komunë, për shumë si Zoti Gjini që vjen nga komuna Gjakovës, dhe sa në nivelli nacional do mon interesi është ma i malë. Për ndaj edhe aty dhe Gjakovarët me ndojnë pak ma ndryshe, se kurse gjitha komunët me ndojnë kush jep ma shumë, se kush prekohet mujnë me përfitu ma shumë si subjekt politika. Pe lëvizjet vetë vendosja kam po që mund të ketë një përfitim ma të malë. Fatkesisht televizja vetë vendosje nuk ka ndimu shumë komuna. Ju e dini, ka bo dovar sa për këtë dare se buxheti disa gjana cilat nuk i kam pëlqy komunave, mirë po me gjithat është çudi që apet edhe pse ka qenë kundër do komunave prap lëvizja vetë vendosje ka triumfu në komuna. Pe dip se po them, se ka pas pak akuza për që shëndo buxheti për komuna që nuk i ka vëdhesh lëvizja vetë vendosje. Prandaj kjo është pak e çuditshme, mirë po sidoqoftë qytetarët po ndoshta kur votohet në nivel nacional shikohet siguria, shikohen shumë gjana, zhvillimi ekonomik, interesi është ma i madh. Interesi është ma i madh, i zhvillimit ekonomik, pastaj edhe zhvillimi administratës së shtetit, pastaj sektori private, kështu më radhë. Na kemi 7 komuna të mëdha në Kosovë cilët janë që determinojnë votën. Ka shkojnë, dhe më thonë, dhe subjekte politike që fitojnë 7 komunat më të mëdha në Kosovë me numër të banorë dhe votus, normal që dalin e fitus në nivel nacional. Si eshe Mitrovica, sepse ka qenë rëndësi, edhe për shkak të zonjës Osmani, edhe për shkak që tashmë atje kemi edhe një kryetar nga vetëvendosje, atje LDK ka dalë të treta. Po, kjo është pak për çudi, po unë tash problemet kryesore kanë qenë të tipit organizativ teknik dhe ma shumë edhe politik, dhe më thonë në nivelin e organizimit e zgjedhjeve në Mitrovic, dhe më thonë në nivelin po folio gjithmonë politik, dhe më thonë ati është mendu që roli dhe qëtë kryesor natyrisht i lëvizjet vetëvendosje, për shkak edhe Pesi që është Fatonit atje kryetar, por edhe ka investu shumë lëvizja vetëvendosje Rajmond në Mitrovic, edhe një politikisht shumë ka investu, dhe më thonë ka qenë ma agile, ma gjallë, dhe më thonë ma aktive në Mitrovic, dhe kjo nuk më çudit fare, pse edhe në Mitrovic për shembull lëvizja vetëvendosje dele para, dhe pse Vjosa Osmani vjen nga rajoni Mitrovicës, dhe më thonë tash nuk mund, LDK nuk është më ajo që ishte, dikur do të më pajtu edhe me realitetin tjetër, dhe mund edhe me këto subjekte tjera, cilat kanë pasur probleme në performancë politike në nivelin nacional, në probleme të shumta të cilat janë përshfaqur për një kohë të gjatë të qeverisë së tyre në pushtet. Kam pasur probleme me korrupsionin, mos zhvillimin ekonomik, mos reformën në administratën publike, mos reformën edhe në sistemin pensional dhe gjëra të tjera. Mirë, po për çudi edhe vetëvendosja sa nuk ka bë më shumë ata, po mirë po sot vetëvendosja mbetet dhe mos si subjekt i besueshëm. S'ka mbetë pa kohë. S'ka më pas as ka më besim, po vjen të reduktu ky besim qytetar. Dalja e ullë të qytetarëve është tregu si maj mirë. Unë tash në emisionin e ju të mëngjesit, në emisionin special që ju në preqa rani, ju tash që ka me rallë, dhe më thonë dalja e qytetarëve, edhe pse ishte një, e përfundova me njerë se e pova rezultatin e daljes në Prizrenën e dita me njerë që sa atje shkon 3.5, dikon ishte vetëm 2%, dhe në ora 9:30 mëngjesit, u vrejt mo që s'ka mo edhe në këta tjerat kamera, e kom ditë edhe për Prishtinë, ju tash që Prishtina me siguri kanë me pas mobilitet ma të madh, edhe kanë me dalë ma shumë qytetarë Prishtinë, qashtu edhe dul, atë që e thash në emisionin special të ju. Mirë, po që më ka befasu dhe më thonë, në është kjo që lëvizja vetëvendosje dhe më thonë i ranë poshtë krejt prognozat, dhe më thonë gjitha prognozat që i patë që i merë 60% ranë poshtë, ranë nuj, dhe natyrisht është një sinjal i kuq për lëvizjen vetëvendosje, dhe më thonë e ardhme e lëvizjet vetëvendosje në Kosovë
po vijet në pikpyetje, në rast se shkohet sërish në zgjedhje, ti thon vetëm dy fjalë shumë të rëndësishme që mendoj që duhet mi thonë të gjithë. Pra, lëvizja vetëvendosje ka vetëm dy rrugë, ka një rrugë me bën një marrëveshje gjithë përfshirëse me të gjithë për të arritur votën 80 vota në kuvend për të pas një marrëveshje politike me subjekte të tjera politike dhe më shmang më problemeve dhe zgjedhje të tashme dhe dyta me heq dorë nga pushteti. Më heq dorë definitivisht nga qeverisja e shtetit dhe mja votu krejt opozitës, prej presidentit, kryeministrin mja dorëzu pushtetin domethënë opozitës. Sepse nëse edhe ndodhë kjo e dyta që po thëmë, bëhet gjenerose, politikisht bëhet me e meqme, natyrisht që në zgjedhje të ardhshme, nëse bëhen mbas një viti 2 vjetëve vetëvendosja përsëri do të jetë subjekti i parë politik, por në rast se nuk e bën një kompromis të pari nëse dytin atëherë që po thëmë është shumë vështirë mos i subjekt politik me fitu e... Po këto dytë në fakt si e vlerësoni PDK-n, LDK-n e përmendet pak çështjen e LDK-s dhe natyrisht OAK-n, sepse është diskutuar shumë që nuk do ta kaloj pragun dhe OAK në fakt ka treguar një rezultat të ndryshe, ka qenë ndoshta prej partive që ka bërë ndryshime brenda partisë dhe pastaj këto ndoshta i kanë reflektuar edhe në këtë rezultat. Rajmond, një situatë shumë e qartë, edhe është një e vërtetëse për këtë aleancës për ardhmërinë e Kosovës, përderisa zoti Haradinaj është në listë, pa më parasysh në cili numër, 11 deri 100, aleanca do të ketë do të votat e saj dhe do të ruaj do të elektoratin e vetë. Në momentin që zoti Haradinaj nuk do të jetë më në aleanca, atëherë është këtë sinjali koq, sepse aleanca nuk ka lider politik në nivel nacional. Nuk është zoti Gjini për një lider nacional, nuk ka qasi parametra, standarde politike, as kur gjo. Tjetër është me pas vlerësimin për veten tonë dhe subjekti politik me vlerësu që është pozitiv. Mirë po, heqja dore Dautit, prej që nuk dëshiron të jetë ma pjesë e kuvendit Kosovës të aliroj dikujna vendin është ma mirë me bo një parë eksperimenti me këshyrë që kush është fajtur të ma shumë. A kanë qenë Haradinajt problemi i aleancës pëse së rritë apo diçka tjetër, por unë mendoj që ato e manë vetëm zoti Haradinaj, për derisa Ramushi është aty, këta nuk ka nevoj fort më frigu, as mu shqetsu, ndërsa në momentin që ajmo nuk është në atë parti politike, as në list, atëherë është sinjal shumë i kuq, u skuq krejt sinjale, është problem me ndohë mua diçka në e befasi tjetër. Partia Demokratike e Kosovës është ajo që është, e ka rujtë qatë realitetin e vetë të mbranshëm politik të qëndrueshmërinë e vetë politike. Kjo nuk është një realitet që nga fillimi, dikur i ka fituar zgjedhjet, po flet realitetin pas shkuarive të liderëve në Hagë. Po, unë e thash për momentin, e ka rujtë për me krahasu me 28 dhjetorin, ku që tjetër? Qaj realitetin 28 dhjetorit, gati është i njëjtë me qitë realitetin që peshojmë të rezultatit zgjedhor që kam rri preliminar, shumë me dhe përfundimtar sa do ta ketë, po s'ka me pas ma shumë se 22% që aty sile dhe më dhonë. A do të arrimne të kryojmë instituciona, apo mendoni që mund të kemi zgjedhje tjera? Po, unë e thashe, vetëmja rrugë është që sa ma parë me fillu në negociatat me subjektet politike, kjo varet shumë prej lëvizjes vetëvendosje, pra mës me uko, me bo një marrëveshje para proke politike, që e zgjedhë institucionet për njerë, brenda ditës, e zgjedhën dhe më thonë edhe në krytar të kuvendit, e zgjedhën krytarin e kuvendit, e konstituen dhe më thonë me fjallë tjera kuvendin, pastaj e zgjedhën qeverin, dhe në fund e zgjedhën e presidentin e shteti, pra për 2 ditë këtë puna përfundon, nëse bojnë marrëveshje tash, para proket, para se me fillu afatet kushtetuse. Pra unë e kësha thonë që është mirë sa ma për para zoti Kurti mu deklaru, apo do në qeverisja, apo do me ishtë dorë nga qeverisja. Nëse do me pas qeverisja, mos me shku në zgjedhje, atër me u bo një kompromis të dhem shumë. Jashtëzakonisht të dhem shumë, edhe pse a i spajtu e tesh me ato kompromise. Është shumë i randë me bo kompromis Kurti. Mirë po problemi është që ma mirë i bjen me bo një kompromis dhe me shpetu vetën dhe mos me shku në zgjedhje sepse mundet me ra serish po është krejt elektorati mos me dal, edhe ma shumë mos me dal, edhe kështë mos qka bat edhe shteti mundet me shku në anarki dhe zhvillime tjera kaotike. Dërsa segmenti dytë është heqja dorë. Nëse lëvizjeve dhe dosje heq dorë, dhe të prej qeverisjes dhe i jep më dhe më thonë pozitat kryesore opozitës, atëherveç është tjetër loj dhe më thonë, atëherë në zgjedhje të ardhshme lëvizja dhe dosje mund të jetë serish subjekti i parë politikë dhe është vështirë më me heq më piloje lëvizjen vetëvendosje. Edhe nëse mbetet opozitë brenda është e fuqishme se ka me pas mbi 50 deputet, pra ka me qenë agilje, gjallë, efektive me lujtë rolin e opozitarit. Prandaj lëvizja vetëvendosje ka vetëm këto 2 rrugë. Me bo një kompromis të dhemshëm që duhet ta bëj,
për mos me shku shtetin në zgjedhje, ose me heqë dorë nga qeverisja për shkak se nuk është e përgatitur për to dhe nuk dëshiron dashur fare me bë kufa kompromisi. Por nëse nuk dëshiron me bë kompromis, atëherë nëse dëshiron të armën me po më të mirë për veten e vet, më mirë është me heqë dorë për kësaj legjislature, mos më thesh këtë farë pushteti kësaj herë dhe me alon opozitës në dorë. Ka dhe asociacionin e komunave serbe opozita me zgjidh problemin, ka dhe shumë probleme tjera që janë me të kanë stagnu për shembull reformat e shumta në administratën publike, në integrimet evropiane, në politikën regionale dhe ndërkombëtare, një grumbull i madh i problemeve të cilat vetëvendosja nuk ka arrit me zgjidhje si probleme. Prandaj do të ishte sfidë e madhe për opozitën nëse atave që bojnë qeverinë dhe zoti Kurti ja jap votat me fjalë tjera. Jo thotë që unë po bëna gjeneros, po ja lo pushtetin ju venduar, po i shohim juve çka po bëni. Kjo i kishë ndihmu shumë lëvizjen vetëvendosje që në zgjedhja tashmë të marrë 60% baki, e ma shumë. Pra, tash varet shumë prej zotit Kurti, nëse ajo është i gatshëm me boksi kompromise që po foli one, a do të ishte mirë edhe për shtetin. Në fund të fundit unë kam thonë, jam përkrahasi gjitha variantave apo mënyrave veç mes me shku shteti prap në zgjedhje. Pra unë jam për ata që me pos koalicion të gjerë qeverisës në vend, për 2 vjetë të arshme, me pas një marrëveshje politike zoti Kurti me gjithë subjekte tjera politike, me bo një marrëveshje 2 vjeqare, për qeverisjet e përbashkët dhe me shku në zgjedhje, ose 1 vjeqare, qësh dojnë, veç me s'penalon pa lujt veni që shtojnë gjuhë popullore, do më nga bo shumë probleme ose mujt me leviz shteti për para së integrime evropiane, mi hup që ato donacione që Bashkimi Evropian vazhdimisht ja për shtetet të cilet prosperojnë Bashkimin Evropian apo dëshiron të jenë pjesë e BE-s. Prandaj gjitha këto kish mujt Kurti dyqysh me i zgjidhë si probleme në rast se veç pranon që to që po thamone një qeverisje gjithë përfshirëse të përbashkët për një periudhë 2 vjeqare me një marrëveshje politike paraprake me opozitën. Kjo e kish bo mirë shteti tonë, edhe e kish shpëtu edhe qytetare nuk e kish lodhë, mos e qytetarët janë lodhë dhe mërzit për i zgjedhje, duke mos pas zgjidhjeve zgjedhje, dhe natyrisht kjo mërzi po vjen të ushtu me madhe mund të bëhet, nëse shkojmë sërish në zgjedhje tjera, mund me dalë edhe shumë ma pak njerëz në zgjedhje, pra me shfrytzu drejtë. Uroj që nuk shkojmë dhe që ky rezultat është alarm për partitë që duhet të bëjnë një zgjidhje dhe kjo zgjidhje mos t'jenë zgjedhjet. Pastaj vjen për opozitën, lëvizja vetëvendosja ka ndorë këtë punë, pra mbaret për lëvizjet vetëvendosje. Nëse i bën çdo çka po them unë, atëherë gjinde dyqysh ka punë, zgjidhe dyqysh ka problem për një kohë caktuar, por nëse vazhdon me lujt lojna tjera, çush e ka zanat me hije aty në tripave që shtojnë Prishtinalit, për presim një përgjigje nga gjykata kushtetuese, për veshtim kita fat, po bëjmë diçka tjetër, po kërkojmë në i faj rekomandimi nga gjykata kushtetuese, në i këshill edhe me të shku zhag edhe përsëri tani me shku në zgjedhje të jashtëzakonshme. Me Kurtin është shumë vështirë me bë kompromis, megjithatë ai e din çfarë është kompromisi, e din na shtet edhe kur o ball. Na shtetin kur o ball, me qenë se deri tash nuk e kemi çato shtype që i ka pas limitet e veta që ka thonë deri këtu më me shku edhe me alon për shembull rëndësinë ma shumë shtetit se vetës time, ajo më në kryeministër ajo. Pra, ajo do të më deklaru, a është i pari aj, a është shteti. Cili ka rëndësi ma të madhe, individi apo shteti. Nëse veç ajo e bën këtë krahasim, ajo ishtë dosh me janë shu udhën shtetit. Faleminderit shumë, faleminderit që ishit me ne. Faleminderit edhe juve. Ndërkohë, sot kryeministri në detyrë Kurti, bashkë me ministrin e financave